sharëgjin të tjerë, druvar të tjerë, minator e gjollot, kooperativist, gra e vajza, fëmijë e pleq që kanë zbritur nga i balla e largë, tuçi, krabi e kaçinari në pukën ku jetoi e krijoi Migjeni, në pukën që dikur kish 4-5 shtëpi të varfër, në pukën që rilindi partia. Të gjithë këta e presin shokun Enver me hare e prohëriti, dhe të duket sikur në fytyrat e tyre ndrit shëndeti i pyjeve të gjelbër. Shoku Enver, qofsh faqe bardh, në malësi mirë se ke ardhur. Shoku Enver zihet përdore e bashkë me Fukianët hedh vallën e lashtë të Kabashit. Puka në entuziazëm të madh, udhëheqësi del në tribunën e mitingut. Sheshi si katarak o shëtin nga prohëritjet për partin dhe shokun Enver. Përshëndet Pali Miska, sekretari i parë i Komitetit të Partisë të Traktit Pukës, me fjalët e zemrave të zjarrta të Fukianëve. Flet udhëheqësi i partisë dhe i popullit, dhe me fjalëve të tij, Pukianët e Pukianet shohin jetën e tyre, jetën e atëherë. Sharagjiu sheh jetën e tij, Malsori sheh jetën e tij. Geologu e minatori shohin jetën e tyre, thucat e gratë shohin jetën e tyre. Në të shesh, ka njerëz që tër jetën kanë mbajtur në qafë litarin e kryqit apo të Himalis, por që i kputën një herë për gjithmonë këta vargonj shpirtëror. Duke shkullur nga nërgjegja këto mbeturinat skaluarës, besimet e kota e zakonet prapanike, ju thot shoku Enver. Njerëzit tanë shlirohen përfundimisht nga prangat e fundit padukshme, por një lloj të rënda e të dëmshme sa ato që i mbanin sklevër të beut, të bajraktarit, të kapitalistit. Prandaj, ti flakin në zjarrin e revolucionit të gjitha këto mbeturinat patriarkalizmit, të konservatorizmit, të besimeve të fetare. Kështu forcohet atdheu, kështu lulëzon dhe përparon Shqipëria së gjithë. Djeri qiftelis, malsor, këndohidh valle malsore e lirë, sa të tunden male. Me jush tër populli, është klasa punëtore, mes jush janë partia dhe shoku Enver. Në këtë muzeum shtjellohet në miniatur jeta e Pukianit, vuajtjet dhe mirimet e skaluarës, kurskish kallamoq e dritë, thirrja e zjarrt e poetit për përmbysur padrejtësitë, lufta që u thoqi partia dhe që shliroi nga bota e vjetër, gjaku e djersa që i sollën të mirën në motër, e ardhmja e ndritur. Pukianët i ruajnë me kujdes të madh vlerat shpirtërore dhe materialet krahinës tyre të krijuara në shekuj. Këto kostume popullore janë vepra të krijimtarisë së duarve të tyre të arta. Dhe do ta bëjmë të ardhmen të ndritur, pasi këta manet në lanë ata që prehin këtu, e skursyen jetën për të, pasi ne, si trashëgimtarë të denjë të tyre, s'do ta lëm kurrë në mes stafetën e revolucionit, por do ta pasojmë atë brez pas brezi. Shoku Enver, duke marrë me vete dashurinë e madhe,
mendimet e thella dhe ndjenjat fisnike të malësorëve të bjeshkëve dhe alteve zbret drejt fushëve të Shkodrës. Ai vjen tek ndërtonësit e hidrocentralit Mao Zedong të Vallët të Benjës. Shtrëngon duart plot kallo me ata që u vënë prej lumeve dhe i kthejnë valët e tyre në energji e në dritë për atëherë. Heroizmi punëtor shpërtheu me tërë bukurinë dhe madhështinë e tij në ditët e netët e përleshjeve gjatë vërshimeve të Drinit, të betonimeve e shpërthimeve të mëdha në Qyrsaq e në Zade. Si është transformuar këtu natyra? Diga e përkohshme, një kodre re e ngritur nga duart e njerëzve. Tubat gjigant do ta futin ujin e likenit në turbinat e sallës së artme të makinerisë për ta kthyer në energji elektrike. Deti njerëzve të mbledhur në miting buqet kur del në tribun shoku Enver. Ky shesh i madh mezi nxë njerëz. Kur kam qenë këtu herën e parë, thot shoku Enver, punimet e hidrocentralit ndodheshin akoma në fazën fillestare, por që atëherë dhe vazhdimisht, unë kam ndjekur me vëmendje të madhe punën tuaj heroike, sukseset dhe fitoret tuaja. Sot që po i shoh me sy rezultatet e arritura, ndjej një gëzim të veçantë për gjithçka keni bërë ju me duart tuaja të arta. Partia jon ka ndjekur dhe do të ndjek edhe në të ardhmen me konsekuencë të patundur politikën e elektrifikimit të ekonomisë dhe të tretë vendit. Hidrocentrali që ju po ndërtoni mban emrin e udhëheqësit të lavdishëm të popullit vëlla kines, mikut më të dashur të popullit ton, marksist-leninistit të madh, shokut Mao Zedong. Kjo është shprehje dashurisë dhe mirënjohjes së thellë të popullit ton ndaj popullit kines, Partisë Komuniste të Kinës dhe kryetarit Mao Zedong për ndihmën e madhe internacionaliste dhe të pakursyer që japin vendit ton në ndërtimin e socializmit. Klasa punëtore fut në thellësitë e ndërgjegjes së saj porosit e partisë. Udhëheqësi i partisë dhe i popullit bart në zemër rrullin e tyre revolucionar, besimin e tyre të patundur për të ecur nga fitoria në fitore. Nëntë ditë kaloi shoku Enver mes malsorëve të Kukësit dhe të Tropojës, të Hasit e të Dragodis, mes metalurgëve të Bakrit rreth Gjalicës e Shargjinjve të Pukës,